Në shtëpi kishte ditë që diçka nuk shkonte, edhe pse askush nuk e thoshte me zë. Ishte ajo ndjesia e padukshme që lind kur njerëzit jetojnë afër njëri tjetrit dhe emocionet nuk kanë më ku të fshihen. Alba e ndjente që në mëngjes sapo zgjohej. Ajri dukej më i rënd, shikimet më të gjata, pauzat mes fjalëve më domethënëse, limi nuk ishte i njëjti. Jo i ftohtë, jo i largët, por i paqartë. Dhe për Alben, paqartësia ishte më e rrezikshme se çdo përgjigje e prerë. Ajo nuk ishte njeri që shpërthente. Ajo vëzhgonte, analizonte, mbante brenda. Por edhe durimi ka kufit e vet, Dolce dhe Bia ishin prani që sillnin tension, jo domosdoshmërisht me qëllim, por me histori që nuk ishin mbyllur siç duhet. Alba nuk ndjente frikë prej tyre. Ndjente shqetësim nga mungesa e qartësisë së limit. Dhe kjo e lodhte më shumë se çdo rivalitet një pasdite, ndërsa banorët rrinin shpërndar, Alba e pa limin duke qeshur me një qetësi që dikur i përkiste vetëm asaj. Nuk reagoi. Nuk u ngrit. Nuk foli. Vetëm e vuri re. Dhe kur Alba vëren, zakonisht do të thotë se diçka po mblidhet, mbrëmja e gjeti të vendosur. Jo e zemëruar. E qartë, ajo e ndaloi në një kënd të qetë të shtëpisë, larg zhurmave. Qëndroi drejt, pa ju afruar shumë, pa e prekur. Vetëm me praninë e saj, duhet të flasim, tha, me një zë të ulët. Por të palëkundur, ai e kuptoi menjëherë që nuk ishte bisedë e zakonshme. U përpoq të buzëqeshte, por Alba nuk e pasoi. Unë nuk jam këtu për të kontrolluar, vazhdoi ajo. As për të ndaluar. Por ka gjëra që nuk i pranoj. Ajo foli ngadalë, duke peshuar çdo fjalë. Nuk kishte akuza, por kishte kufi. Nëse vazhdon me këtë paqartësi, tha ajo, nëse hap dyer që nuk i mbyll dot, nëse përfshin ndjenjat e njerëzve pa marrë përgjegjësi, unë nuk do të jem pjesë e kësaj. Emrat u përmendën jo si kërcënim, por si realitet. Si vije kuqe, këtu çdo gjë shihet, shtoi Alba. Publiku, banorët, të gjithë. Por mbi të gjitha, ne jetojmë me veten tonë. Dhe unë nuk do të jetoj në diçka që më ul. Limi u përpoq të fliste, por ajo nuk po kërkon të justifikime. Kjo është zgjedhja jote, përfundoi ajo. Por ky është kufiri im. Pastaj u largua. Pa dram. Pa lot. Pa kthyer kokën pas. Dhe pikërisht kjo e bëri momentin të rënë. Sepse Alba nuk po largohej nga frika. Po largohej nga vetë respekti, ditët që pasuan ishin të heshtura, por të ngarkuara. Limi u bë më i menduar. Dolce e ndjeu ndryshimin. Bia po ashtu. Alba nuk u përfshi më në tensione. Ajo qëndroi një hap mbrapa, e qetë, e përmbajtur, dhe kjo qetësi u bë presion, sepse kur dikush nuk të ndjek, nuk të pyet, nuk të kërkon, fillon ta kuptosh peshën e mungesës së tij. Limi e kuptoi se nuk mjaftonte më të ishte i sjellshëm apo i paqartë. Duhej të ishte i sinqert. Me veten. Me zgjedhjet e tij, Alba nuk kërkoi premtime. Nuk bëri skena. Nuk e testoi. Ajo thjesht qëndroi te fjala e saj, dhe aty u kuptua diçka e rëndësishme, nuk janë kërcënimet që vendosin kufi, por njerëzit që dinë të largohen pa zhurmë.